njerëz kanë thonë që u konë që ky koalicioni vjosa ka më bërë kryetare edhe ky ka më bërë kryeministër. Edhe në bazë qësoj kanë dhënë votën njerëz. I kanë pasit bashku për interes të Kosovës. Mandi që ndodhi, të këndodhi, çfarë tradhti u bë, tek u bë, sinqerisht po them, me mit pa tekst. Me të vërtet popularitet po ka shumë, njerëz edhe pi besojnë. E kemi pa që pak u konë e njanshme ndo hapa, ja ka moj zhagin bërgi shumë Albin Kurtit, pak që aty do njerëz të pezmatun, po në fundit, bitë të gjitha ka punu vetëm për interes të Kosovës. Përshëndetje. Përshëndetje, si një mirë falëndit. Mirë falëndit. Me disponim? Pa i vallaj, po të kalëzit drejtën pak të rathun për 2 vete. Se të rathun, bre? Po të rathun për qytetin politiqarëve. Si e po e? Shumë e thjeshtë. Dje që ndodhen shumë papritura në kuvend, në moment fundi dhe më thënë, edhe një kandidat nga vendosja kaloti dhe më thënë, për me u kandidu, përveç që e patin edhe konjufëcën. Mirë po, e papritura ndodhi që Vjosa Osmani... Jo, shumë me pritur nuk konë, prej se urdhën për shtet Albin Kurti. Vetëm pak me këthy vetën retrospektiv, mujmi pa që tonë kohën kanë qenë qëto lojna. Tonë kohën jënë qëto lojna, jo për me kriju qeverin herën e kalune, jo s'pikon votat, jo për ta. Ta shifitoj krejt, me 66 deputet, a me thonë që unë s'premi zoti mi emnu dikën për kryetar, është ky faktikisht ka lyp fuqi mbretërore, i ka vënuar të cakët e vete, ka popull që pi besojnë hala ato, unë më s'ku shellë kurtine. Sinqerisht për thëmë. Mundët një herë më bë budalë, ja këmë dhënë votën 2021, 2021 shumë jem konë për qëto ndryshime, po mas, adha nuk dë me dalë edhe së në gjithë, se edhe pi opozitës jem shumë i dëshmu. Sinqerisht për thëmë, pasivitet, lojnash, e kom një vajzë 14 vjeqare vjen shpesh dhe kur të më tregon për problemet e shkollës, shumë të ngjashme më duket me çto problemet që i kanë në parlament. Loj fëmish, si pas mendimin tem. A ka po mirë që Vjosa Osmani nuk e kandidu për presidente? Ka bo mirë, po kë 51% e ka fitu me besimin plot. Njerëz kanë thonë që u konë që ky koalicioni Vjosa ka më bërë kryetare edhe ky ka më bërë kryeministër. Edhe në bazë qësoj kanë dhënë votën njerëz. Sinqerisht po them. A dini ku se ku më bisedu bashkë me do njerëz se në të në kanë dhënë të njëjtin sens se këta i kanë pasit bashku për interes të Kosovës. Mandi që ndodhi, të këndodhi, çfarë tradhti u bë, tek u bë, sinqerisht po them, me mit pa tekst. Veç më dush për këtë vend. A mendon që votuesit e vendosjes ja të mirën më dhe nuk ta votojnë Albin Kurti? Pa parashikueshëm. Votuesit e vendosjes, pa parashikuar. Të gjithë çdo njeri duhet me pas një vetdije. Si e thoi një herë kur të tradhton, ku më tradhtu gjithë. Është e pafashme një tradhti. Po hajt pja falim, po apet një tisen, po duke që është e tepërt. Se 9 milion euro për një përzgjedhje për tek tyne, mi kushtu këtij buxhetit vrafnjë ku njerëz jemi të hek me të nësend elementare, me këto fakturat stërngakullne, këta me bëhaj gore me neve, kjo po më duket për të kazoj drejtën, nuk ka sens që në të bu. Jo, dhe më thonë në kuvend që Vjosa të votot, kaloj për mes popullit drejt për drejt votot në zgjedhje. Është gjë e mirë kjo? Që të votoj populli? Po kjo konë para pa 2011, si këmë dëgju. Konë kur ka qenë në bëgjet fasole? Jo, e ka shtim fijok, se gjithë ka pas një farë marrëveshje dhe nuk e ka brej. Po nuk bën ditën e mram mi pru në parlament edhe mi votu, ajo është, nuk ka sens. Shumë e mirë si shkon, tash në të ardhmen, kur pishojmë na gjithë këtë gjelozi, gjithë këtë unitet ndër partijak, është mirë që mi votu edhe vetë populli edhe kryetarët. Po duhet njërë shkallë step by step që thojnë anglisht, e na thojmë shkallë, apo së hafis për dias vetë që më thonë. A kështë mendu që Vjosa Osmani për mes popullit do të kështë fitu 100%? Këtë nuk e di, është para gjykim. Se pasi që ka do një grua shumë e voton, që të kalu me? Vetë vërtet, popularitet po ka shumë, njerëz edhe pi besojnë, e kemi pa që pak u konë e njanshme ndo hapa, ja ka moj zhagin bërgi shumë Albin Kurtit, pak që aty do njerëz të pezmatun, po në fundit, bitë të gjitha ka punu vetëm për interes të Kosovës. E që ka është faktikisht sendi më i mirë, që mund të bëni politician. Ti e pam në kuvend që as dorë nuk jasë gjati. Po, që ashtë. Nuk e mesim detyrë. Si e shek këto? Po që ato po më kthen
në që ato që të kallëzova rastin e shikës teme 14 si adoleshent. Jo, nuk e tradhti, kjo është lojë e fëminore. Kjo kallëzon sot pa s'di as çmi gjithë shprehjen që më të thonë për ta sot pa pjekun jenë. Unë ndjej shfrytëzuar në Vesa Osmani, pasi që e ka marrë alpin kurtit kalumën vetëm për më ngrit me të ndosë domethënë. Pa e tash i ka po pazorat e veta, që apo digjone. Pazorat e veta, ajo mas mirë të jenë ndinë likurin e vetë. S'du mu marrë me atë punë, apo ndi vetër e tratun dhe ju. Se e pjekën është, non është, e dishme është. A i duhet këtë fund më sklodhi ma shumë Unë. një presidente si Vesa Osmani Kosovës. A i duhet, Ose a ke njerëz më të mirë sa ajo. kemi marrë njerëz, ka marrë shumë njerëz të mirë. Unë ton kohën, në këtë Kosovën tonë e kisha bu një president për akademisarteve, një jo apolitik që është i barabartë, që mbi gjitha e ka vetëm interesin e Kosovës, edhe këtë popull. Zbën për partive politike definitivist me pas në një, duhet më kënë apolitik. Ndërëm, faleminderit shumë për Ishë kohën. më standi. Të dhe më të mirat. Ka Ditë mbarë, respekt shumë faleminderit.